Përshëndetje, për sot kam vendosur me përgatit një ëmbëlsirë tepër të mirë të shijshme. Jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Fillojmë. Fillimisht në një tenxhere hedhim 1 litër qumsht. Te qumshti shtoj 1 gotë me sheqer. Gota është e çajit, 120 ml sha. Këtu shtojmë 4 lugë të gjellës të mbushur plot me niseshte. 4 lugë të gjellës të mbushura plot me miell. Dhe tash vazhdojmë vazhdimisht të përzim derisa të tërheten mirë të gjithë përbërësit. Edhe të përzihen, edhe kështu vazhdojmë, pastaj e ziejmë sikurse kur zihet pudingu, duke e përzi vazhdimisht derisa të trashet. Pas pak minutave edhe kremi fillon të trashet, pra duhet ta merr atë trashësinë e pudingut. Mund ta largoni nga zjarri për ta përzier më lehtë. Dhe tash po e vreni që kremin e kemi gati. Pasi kremi është gati, e largojmë pak anash, edhe këtu do të shtojmë edhe 100 gram çokoladë gatime. Një 100 gram çokoladë për gatim dhe vazhdojmë e përzim mirë derisa çokolada të shkrihet edhe kremi i bardhë të merr pra shijen e çokoladës. Vazhdojmë e përzim mirë. Pasi kremin e kemi gati, do ta la kështu të ftohet pak në temperaturë dhume. Mandej e mbulojmë edhe e la që të ftohet për më së paku 3 orë, pra derisa të ftohet mjaftueshëm mirë. Pasi kremi është ftohur, vazhdojmë edhe e përzim me mikser. Po e vreni që është i trash mjaftueshëm. Tash vazhdojmë me mikser për 1 minutë 2 e mandej për t'i dhënë shije më të mirë. Unë këtu shtoj edhe shllak krem 60 gram. Pra shllak krem pluhur. Gjithashtu edhe 120 ml qumsht. Edhe vazhdoj me përzim mirë me mikser derisa të formohet një krem, pra të përzihet shllaku së bashku me kremin e çokoladës. Edhe po e vreni që kur përzihet me mikser duhet ta merr këtë trashësi. Nëse ju duket që kremi është shumë i trash, mund t'i shtoni pak qumsh, por ngadalë, derisa të arrini këtë trashësi. Vazhdojmë përgatisim brumin. Në një enë kemi hedhur 5 vezë të plota, 1 gotë me sheqer, 1 pako me sheqer vanilje. Pra gotat e njëjta do t'i përdorim për ta përgatitur edhe ëmbëlsirën ose brumin. Për 3-4 minuta me mikser derisa të shkumojnë mirë vezët edhe të duken kështu. Mandej shtojmë 2 gota me miell, 1 pako për pjekje ose pluhur për pjekurina, ndryshe njihet edhe si peciv. Mandej 2 deri në 3 lugë të gjellës me kakao pluhur. Pra i mbushni mirë. Edhe tash vazhdojmë e përzim mirë derisa të merr ngjyrën e kakaos, pra të bëhet një brum i mirë, sepse do t'i duhet kohë kakao që të përzihet me miellin. Edhe tash kur ta merr këtë ngjyrë kështu, atëherë vazhdojmë edhe e shtojmë në tepsi. Skajet e tepsijës i lyeni me nga pak vaj, e shtrojmë letrën për pjekje, edhe hedhim edhe brumin për këtë lloj të ëmbëlsirës. Jam e sigurt që nëse e provoni, të gjithë keni me përsërit disa herë këtë recetë, do e përgatisni shpesh për shkak se ka shije shumë. Por gjithashtu s'ka edhe shumë harç, pra mundeni me përgatit me pak harç.
Dhe kështu vazhdojmë e shtrim në tepsi dhe do shti për ta pjekur në temperaturë 170 gradë, pra derisa ëmbëlsira të pjeket për afërsisht 20-25 minuta do ta kontrolloni. Furrën e shpëritit e kam nxehur paraprakisht, edhe tash vetëm se do e fusim në furrë për ta pjekur. Pasi ëmbëlsira është pjekur, me njëherë do t'a largoj nga tepsia ku është pjekur, edhe normal do t'ja largojmë letrën e pjekjes, kështu sa është e nxehtë, shumë ma let i hiqet letra. Pra mos e leni që të ftohet me letër, e pastaj pra ëmbëlsiren do t'a la që të ftohet, por do të vazhdoj t'a ndaj në 2 pjesë. Me anë të thikës do të mundohem që brumin t'a ndajmë në 2 pjesë. Edhe kështu ftohet më letë. Pasi brumi të ftohet mirë, marrim edhe e kthejmë sërish tek tepsia ku ishte duke u pjekur. Vendojmë shtresën e parë, shtojmë pak qumsht, edhe tash marrim kremin që e kemi përgatitur. Më shumë se gjysma e kremit do të hedhim në pjesën poshtë. Edhe e shtrim mirë që të përfshihet tërë sipërfaqja e brumit. Mandej vendojmë shtresën e dytë, gjithashtu edhe mbi shtresën e dytë ne hedhim nga pak qumsht, kjo e zbut pra brumin edhe bëhet shumë e mirë. Vazhdojmë shtojmë kremin, e lyejmë tërë sipërfaqen, pasi që të përfundojmë edhe pra me kremin mbi, vazhdojmë edhe japim edhe pak dekor ëmbëlsirës, sepse gjithmonë pra dekori është ajo që i jep edhe pamje më të mirë ëmbëlsirave. Unë vetëm se kështu nga një vit po ja bëj me majën e thikës, sa për ta ditë se ku duhet pra të bëj edhe dekorin ose të vendoj shllak kremin e përgatitur me shije të vaniljes, pra kështu, ose mund të përdorni krem të bardhë, gatimi. Unë këtë e kisha në shtëpi edhe këtë vendosa me e shtu. Tash, pra, nga një top të vogël çokolade dhe çdo gjë e kemi gati. Do ta leni të ftohet mirë në frigorifer për së paku 3-4 orë ose tërë natën, sepse kjo kur ftohet edhe bëhet më i mirë. Tash krejt e kemi gati, mundemi me shiju. Unë shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqy. Provoni recetën sepse ja vlen me përgatit për veti ose për musafir. Kjo është e gjitha që kishim përgatitur për ju. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.